Tere, mirëmëngjes të gjithëve. Good Ju falenderojmë që jeni morning to sot all. këtu në lancimin e programit Thank you Futbolli në for shkolla. being here in the Ky është një launching program i of the Federatës program Shqiptare të Futbollit, i përgatitur në Futbollit. bashkëpunim me FIFA dhe Ministrinë e Arsimit dhe Sportit. Një program që do të shtrihet në 116 shkolla nëntëvjeçare në të gjithë Shqipërinë, me futbollin që do të jetë pjesë e aktivitetit të djemve dhe vajzave. Për të përshëndetur këtë aktivitet, kam kënaqësinë të ftoj legjendën e futbollit shqiptar, ish kapitenin e kombëtarës, zotin Altin Lala. Altin, fjala për ju. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje miqve nga UEFA, disa nga ju edhe i njoh, ma merr mendje gjithë keni të bëni me futbollin. Ka në njëri që s'ka luajtur me në klub? Ja, s'pas atë gjithë që kanë futbollistat. Atëherë s'kam çfarë t'ju tregoj për futbollin shumë, por kjo iniciativë për mendimin tim është shumë e rëndësishme. Unë vetë kam lind në Tiranë, jam rrit këtu afër, e kam pas shtëpinë dikur mbrapa Karlsbergut. Dhe futbollin e kam fillu me një moshë shumë të madhe në thonjza. Futbollin e luajtur në klub. Kam qenë atëherë me sa mbaj mend 13 vjeç, kam pas trajner Ilir Pernaska, nuk e di, shumica juaj edhe mund ta njohin si legjend, është një ndër golshënuesit më të mirë. Pjesa tjetër ka qenë futbolli në shkollë. Atë futbollin që kemi luajtur në kohën time, unë jam dalindës 75. Ma merr mendja disa nga ju janë pak a shumë moshën time ose ndoshta edhe më të ri. Dhe aty ka filluar futbolli për mua. Do të thënë që kontakti i parë ka qenë me profesorët e fizkulturës, kështu që edhe ju mendoj që jeni shumë të rëndësishëm për të ardhmen e futbollit shqiptar. Çfarë po flisja dhe për futbollin gjerman, kam vite që jetoj në Gjermani. Thash dhe një tip anekdote kur Gjermania ka dalë në 2014 ka qenë kampion e bote. Asnjë nga lojtarët që kanë qenë në 23-she nuk ka filluar futbollin me një klub Bundesligës, klub të madh. Domethënë, kanë luajtur edhe ato nëpër klube të vogla, nëpër fshatra dhe pastaj kanë viju karrierën nëpër klube të tjera. Kështu që për mendimin tim ju jeni shumë të rëndësishëm për futbollin shqiptar, për të ardhmen, dhe kjo nisëm e UEFA-s është e dura, mendoj unë, tash nuk e di, mund të jetë ky vit i parë, mos gaboj. Kështu që shpresoj që edhe ju të bëni atë punën e mirë me zgjedhje lojtarë ose talentet që klasat e para ose dyta me pa dhe kush ka pasion për futbollin, kush ka dëshirë për futbollin, kështu që ju jeni edukatorët e parë dhe mendoj që shpresoj që dhe nga ky rreth këtu ndoshta dali 1 ose 2 ose 3 lojtarë që në të ardhmen të luajnë për kombëtaren. Dhe kjo është detyra juaj dhe shpresoj që ta bëni edhe këtë me pasion. Kështu që edhe unë trofeun e parë në karrierën time e kam marrë me një shkollë muzike. Ta tregoj edhe pak është një histori disi e lezetshme, si më thënë. Kam qenë ke shkolla dëshmorët e lirisë, është këtu afër, nuk është shumë larg nga federata, dhe ka qenë në kohën tonë, atëre u qunte Lagja 8, kemi qenë me 4 shkolla, 11 janari, Emin Duraku, këto që jetojnë në Tiranë, ma merr mendja dhe e din. Emin Duraku dhe Vasil Shanto, është një grup shkolla ashtu. Trajneri që kam pasur me Dinamo që fillova 13 vjeç atëre ishte Ilir Pernaska. Ky ishte trajner shkolle ke Emin Duraku. Dhe pastaj profesori fizkulturës tonë ishte shkollë muzike faktikisht. Profesori i shkollës tonë s'merrte vesh fare nga futbolli. Edhe vjen diku thot kush është një nga ato lojtarë që spikat edhe thanë ato Lala, thash ky i vogli, se unë kam qenë me trupi i vogël, kam qenë gjithmonë i nënvlerësuar faktikisht. Edhe thot trajneri, "Okej, thot hajde këtu thot, unë s'marr vesh fare nga futbolli, tha si do ja bëjmë." I thash unë e di unë si do ja bëjmë, pak a shumë. I thash do i parkojmë gjithë mrapa, do lejmë një lojtar që ishte teknik, Edison e ka pas emrin ai, më kujtohet dhe emri, ka qenë edhe më i mirë në matematikë ai. Edhe kishte një sallake të bukur dhe i thash ky do luaj 10, unë do luaj përpara. Unë s'kam luajtur asnjëherë kur bësha formacionin me klasa, se luajsha gjithmonë 6 faktikisht, aty ku kam luajtur edhe më përpara. Edhe i them
i them këtyre, ju do rini gjithë mrapa, Edisoni t'i jepni topin, Edison ti me sallakën ta dhe kështu. Tashi dolëm ne në finale, u bën 2 ndeshje, dolëm finale. Emin Duraku, ku ishte Ilir Pernaska trajner, plus dhe 3-4 lojtarë që luishim me Dinamon atëre, dhe ne, shkollë muzikës, to që i bishim violinçelit e violinës e ku di unë. Edhe tashi filloi loja, ne gjithë parku mbrapa, okay. Vjen, nuk e di çfarë minute ka qenë, se s'm kujtohet ashtu. Bëjmë golin e parë, golin e dytë, golin e tretë. Ata pastaj bëjnë 3-1. Edhe fitojmë kampionatin e shkollave për lagjin 8 atëre. Atëre mora medaljen e parë dhe një tip kështu si thonë asaj certifikate. E kam akoma ke shtëpia. Në fund ditës shkojnë stërvitje. Ky Ilir Pernaska ka qenë lojtar, nuk e di nëse dikush pano e din shumë mirë. Ka qenë mashinë, me vërtet Gert Müller i Shqipërisë ka qenë atëherë dhe thotë po ti më legend thamë. Pse s'vjedhon që lut sulmus, unë të fus mbrojtës ti tha. Domethënë që fund ditës me fjalë shkolla, ato janë kujtimet e para të mia dhe prandaj ju jeni jashtëzakonisht të rëndësishëm ta bëni punën me pasion, se po s'pate pasion nuk zgjedh dot as lojtarët edhe se të futesh edhe në botën e fëmijëve dhe ti heqin fëmijët nga PlayStation, të luajturit futboll me mënyrë virtuale dhe kështu që ti jepni më tepër, po themi diçka edhe për shëndet, edhe për disiplinë dhe me kriju grupin, kështu që ju jeni shumë të rëndësishëm dhe shpresoj edhe ju uroj që ta bëni me pasion, ta bëni me dëshirë dhe nxjerrni sa më shumë lojtar. Mirëpak. Faleminderit Altin. Sot kemi gjithashtu një përshëndetje edhe nga Ministri i Arsimit dhe Sportit, zonja Viskushi, e cila nuk ishte mundësi të ishte e pranishme sot për shkak të agjendës së ngarkuar, por nuk mund të mungonte me një video mesazh. Ju përshëndes të gjithëve këtu nga Krakova, në Poloni, ku po zhvillohen lojrat evropiane. Dhe Shqipëria merr pjesë përsëri këtë vit me 11 sportistë të disiplinave të ndryshme. Kam ardhur të mbështes ekipin shqiptar me urimet më të mira për suksese dhe rezultate të larta. E pse jo të shpresojmë edhe për medalje? E rëndësishme është që prej këtu do të ngrejmë lart flamurin kuqezi dhe krenarin kombëtare, për krah me 48 shtete të tjera evropiane. E ndërkohë, edhe aty në Tiranë, po zhvillohet një trajnim në kuadër të programit Futbolli në shkolla, që po realizohet në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit dhe FIFA, e ku marrin pjesë të gjithë mësuesit e edukimit fizik nga 116 shkollat që janë pjesë e fazës së parë të këtij programi. Ju uroj shumë suksese për këtë trajnim dhe dua të shpreh mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për mbarvajtjen e trajnimit, por mbi të gjitha për zbatimin sa më të suksesshëm të programit vitin e ardhshëm shkollor. Futbolli është sporti më i dashur e popullor kudo në botë dhe unë e kam parë nga afër edhe pasionin dhe vullnetin e nxënësve tanë. Por dua të theksoj që programi zhvillon jo vetëm futbollin në aktivitete jashtëshkollore, por gjithashtu nxit edhe shumë vlera të rëndësishme tek ata. Krijon besim në vetvete dhe disiplinë, rrit bashkëveprimin social, përmirëson performancën e nxënësve në procesin e të mësuarit, promovon gjithëpërfshirjen dhe mundësitë e barabarta, duke mbështetur pjesëmarrjen e vajzave, por edhe nxënësve me aftësi ndryshe. Dëshiroj të falenderoj FIFA-n dhe veçanërisht presidentin Infantino, i cili u angazhua vetë personalisht për të mbështetur këtë projekt. Shumë faleminderit edhe për Federatën Shqiptare të Futbollit dhe presidentin Armando Duka, me të cilin në janar nënshkruam marrëveshjen për këtë program dhe sot ja ku jemi së bashku për të vënë në jetë qëllimet dhe për të gëzuar sa më shpejt rezultatet konkrete. Identifikimin e talenteve, por padyshim dhe mbështetjen për familjet shqiptare që duan t'i angazhojnë më shumë fëmijët e tyre në aktivitete sportive. Suksese dhe përqafime të gjithëve nga Polonia.
Kam kënaqësinë t'i jap fjalën zotit Pano Xhixho, antari i Komitetit Ekzekutiv të FSHF-s dhe kryetari i Komisionit të Futbollit të Fëmijëve. Faleminderit. Atëherë më vjen mirë si fillim që shikoj një sallë plot me mësues fizkulture, mësues të edukimit fizik, të cilët do të jenë ata që do prekin të parat futbollistët e të ardhmes. Pikë së pari doja ta nisja nga urimi për fitoren e djeshme të kombëtarës shqiptare të futbollit. Fitore mrekullueshme, por edhe ato ndodhit e tjera në grup na bëjmë që të renditemi të dytët, por nga ana tjetër të shpresojmë shumë që do jemi një nga skuadrat që do kualifikohemi për Evropianin e ardhshëm. Nga ajo marr spunton për të thënë që kur ka një vullnet të mirë mes futbollit dhe shtetit dhe qeverisë, bëhen gjëra të rëndësishme në sport, por në futboll në veçantë. Dhe kam përshtypjen që ky bashkëpunim ka nisur, ka kohë që ka nisur, e dim të gjithë stadiumet që janë ndërtuar në vendin tonë, e dim të gjithë bashkëpunimin shumë të mirë që ka federata me qeverin, dhe bashkëpunimi së fundi që ka sjellë dhe një trajner si Silvinho në vendin tonë. Por për të kthyer tek pjesa që na takon neve, futbolli i moshave, futbolli i bazës është ajo që ne duhet të bazohemi për ndërtimin e këtij sporti atje ku duhet të shkojmë. Sepse siç e thot me drejt Altini, pra lojtarët më të rëndësishëm të futbollit të bazës janë nëpër shkolla, nuk janë fillimisht në klubet. Klubet e mëdha do jetë filtri i fundit që do shkojnë futbollistët e mirë. Por fillimisht preket nga ju, preket nga mësuesit e edukimit fizik që shikojnë në përditshmëri se çfarë mund të bëjë një fëmijë dhe rritjen e tij normale që mund të ketë në sport dhe në futboll në veçantë, sepse flasim për futboll. Ky është një projekt shumë i rëndësishëm sepse FIFA nëpërmjet fondacionit FIFA Foundation zhvillon futbollin në shkolla dhe partneri i FIFA-s, partneri lokal është Federata Shqiptare e Futbollit që këtë e kishte pjesë të strategjisë të futbollit për kombin. E kemi parë të gjithë të shpalosur dhe më vjen mirë që kjo nuk ngelet në letër, nuk ngelet, po themi, një projekt thjesht i shkruar, dhe sot është hapi i parë dhe ky është fryti i bashkëpunimit shumë të mirë që ka Federata Shqiptare e Futbollit me qeverinë shqiptare. Falenderojmë edhe zonjën Kushi për mesazhin, por e kemi parë që sidomos vitet e fundit është shumë afër Federatës Shqiptare të Futbollit dhe ky bashkëpunim na sjell vetëm të mira. Unë mendoj që nëpërmjet incentivimit, që ne në fakt e kemi nisur me shkollat si federat, në futbollin e femrave ne e dim të gjithë tani mësues të edukimit fizik po evidentojnë futbollistet vajza në të gjitha shkollat e Shqipërisë. Këtu flasim për 116 shkolla, po jam i bindur që ky projekt vitin tjetër do jetë akoma më i madh. Janë aktivizuar 18.100 futbollistë të rinj të vegjël vitin e kaluar, pra vitin 2022. Projektet e Federatës Shqiptare të Futbollit, Topi Yt dhe Uniforma Ime, sidomos këto dy projekte, kanë shtuar numrin e futbollistëve të rinj thuajse 30%, po 30% është një shifër shumë e madhe. Dhe më vjen mirë që Altini e tha, që është shumë mirë që fëmijët e vegjël, unë jam vetë babi 2 çunave, është mirë që t'i heqim nga ky futbolli virtual i të luajturit në telefon, t'ia largojmë atë telefonin për ato 2 orë dhe të merret me përgatitje fizike. Dhe pastaj fare mirë në atë që thotë edhe zonja Kushi, që sporti më i dashur për fëmijët është futbolli dhe sa më shumë sasi, nesër do kemi cilësi, jo si ajo që tha Altini për Gjermanin, po patjetër futbollisti Altini dhe si shumë Altin të tjerë që ne dje na bën krenar dhe ndoshta edhe këtë fushat kualifikuese do na bën krenar, vinë pikërisht nga ky futboll. Falenderoj shumë edhe përfaqësuesit që kanë ardhur nga FIFA që do jenë me ju kaq ditë. Jam i bindur që trajnimi do jetë shumë profesional. Të gjithë ju do keni çfarë të mësoni dhe jam i bindur që është një projekt që u hodh, po themi hapi parë sot, por vitet e tjera do jetë akoma më i konsoliduar. Ju falenderoj.
Ju faleminderit zoti Qiqo. Një falënderim i veçantë shkon për Qeverinë e Futbollit Botëror, FIFA-n, për mbështetjen e pakufishme të këtij projekti. Tani është momenti na përshëndes zoti Antonio Bonanjo Sanchez. Good morning, everyone. First of all, on behalf of the whole Football for Schools team, I would like to thank you all for being here. Dua t'ju falenderoj të gjithëve, një falenderim i veçantë për legjendën e futbollit, për kryetarin e komisionit të futbollit të fëmijëve dhe gjithashtu përfaqësuesve të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Jemi shumë të lumtur të jemi këtu në Shqipëri sot me ju. Ka qenë një proces i gjatë, rrugtim i gjatë për të gjithë ne dhe ne duhet të jemi të qartë. Si pari i programit futbolli në shkolla është si rezultati i marrëveshjes mes Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, dhe Shqipëria është vendi i 6 në UEFA e cila ka nisur projektin programi futbolli në shkolla. Jemi krenarë që jemi këtu, jemi kaq të lumtur që shohim përfaqësues nga 116 shkolla që do të jenë pjesë e programit të lançuar futbolli në shkolla. Jemi të lumtur, jemi të emocionuar të ndajmë përvojën me ju dhe mezi po presim për 3 ditët që kemi në vijim. Faleminderit të gjithëve. Përshëndetje. Can you hear me well there? Excellent. All right. So, Football for Schools. Pra futbolli, projekti futbolli për shkollat, për këtë gjë jemi mbledhur sot. Së pari, dua t'ju them që nëse ju lind ndonjë pyetje apo nuk kuptoni diçka, ju lutem ngrini dorën dhe ne ndalojmë edhe qartësojmë gjithçka. Ne nuk kemi ardhur thjesht për të folur, pastaj të kthehemi në shtëpi, por ne duhet të ndërveprojmë me njëri tjetrin edhe të ndajmë eksperiencat. Në rregull? Okej, futbolli për shkollat është një program që ka qenë është implementuar nga FIFA që në vitin 2014. Së pari, le të prezantojmë ekipin këtu që jemi së bashku. Do të fillojmë me kolegun tim Melvin. Ai vjen nga Senegali dhe ka punuar me ne për rreth një vit dhe na mbështet gjithkohës në çdo aktivitet që zhvillojmë në të gjithë botën. Dhe një duar tërkitje i lutem për Melvinin. Pastaj kemi Alberton, që ka punuar me ne për disa vitesh, 2 vite pra, saktësisht, dhe është një mbështetja jonë kryesore që kemi në fushën e futbollit. Është një trajner shumë i mirë, ka qenë edhe një lojtar shumë i mirë, nuk e thot shpesh, por ka luajtur shumë mirë futboll në Itali dhe është asistenti jonë kryesor në pjesën teknike të programit. Dhe së fundmi jam unë, një duartërkitje për Alberton. Dhe së fundmi jam unë, vi nga Spanja dhe kam një marrëdhënie shumë të mirë me Alberton, ai nga Italia, unë nga Spanja. Unë kam punuar me këtë program prej 3 vitesh dhe së bashku me Melvinin kemi punuar në federatat në Evropë dhe në vendet e tjera, por Europa është fokusi ynë. Kështu që kemi edhe 3 anëtar të tjerë të ekipit që nuk janë sot me ne, por i gjithë ekipi përbëhet nga 6 deri në 7 veta. Në rregull, këtu kemi agjendën për 3 ditët në vazhdim. Do të jemi së bashku të mërkurën, të njëjtën dhe të premten. Sot le të shohim pikat që do të bëjmë së bashku. Do të mbulojmë së bashku sot, do të fillojmë
me një prezantim të përgjithshëm të programit. Më pas Alberto do të flasë për filozofinë dhe metodologjinë e projektit futbolli për shkollat dhe pastaj së bashku me Melvin dhe Alberton do të prezantojmë aplikacionin e projektit që ne kemi zhvilluar dhe do të bëjmë një më pas në orën 2 do të shkojmë gjysma e klasës do të shkojmë tek fusha e futbollit sot dhe gjysma tjetër do ta bëj nesër në mëngjes. Thjesht për të siguruar që kuptojmë të gjithë ushtrimin. Jemi një grup shumë i madh, prandaj duhet të ndahemi në 2 grupe të ndryshme sot dhe nesër. Në rregull? Dhe pastaj ditën do të finalizojmë ditën për sot. Nesër do të fillojmë me gjysmën e tjetër të grupit në fushën e futbollit dhe më pas do të kthehemi të gjithë së bashku për të vëjuar me pjesën teorike dhe do të ham drekën dhe pastaj do të shkojmë të gjithë së bashku në fushën e futbollit dhe do të kuptojmë se si do të punojmë të premten. Sot dhe nesër do të bëjmë kursin për ngritjen e kapaciteteve, pa teori dhe praktik, kurse të premten, ju do të implementoni në fushën e futbollit atë që do të mësoni sot dhe nesër, në rregull? Kjo është struktura, pak a shumë. Alberto, unë mendoj se kam vënë edhe agenda e ditës tjetër, po kjo është agenda e ditës së premte, dhe këtë do ta mbulojmë më vonë. Por thjesht që ju të krijoni një ide se çfarë do të bëjmë këto ditë së bashku. Siç po ju thoja, çfarë është futbolli për shkolla? Çfarë është ky projekt? Është një projekt që ka qenë është implementuar nga FIFA që në vitin 2019 dhe për shkak të pandemisë nuk mund të zhvillonin aktivitetet në vitet 2020-2021 dhe objektivi jon është që ta përhapim këtë projekt në të gjitha 211 federatat anëtare të FIFA-s ku 55 për të cilave janë në Evropë. Dhe objektiva kryesore është të jetë një projekt i përhapur në mënyrë masive dhe të ketë të japim ne mundësinë fëmijëve që të luajnë futboll. Nuk flasim për nuk është theksi tek performanca apo kompeticione të nivelit shumë të lartë. Thjesht po flasim për pjesën, për bazën e piramidës, edhe të japim të gjithëve një mundësi për të luajtur. Nëse ju i jepni një mundësi çdo fëmijë që të luajë futboll, këto do të kemi një numër më të madh fëmijësh që do të luajnë në kompeticione profesionale. Por njëkohësisht ne duhet të bëjmë një punë shumë të mirë tek baza e piramidës së pari që të arrijmë këto gjëra. Mesazhi është i qartë, pra, duhet kemi një pjesëmarrje masive. Ne synojmë të angazhojmë djemë dhe vajza 4 deri në 14 vjeç dhe t'ju japim të gjithëve mundësinë për të luajtur futboll. Është kaq i thjeshtë. Është një program social dhe objektivi kryesor është të promovojmë ndryshimin shoqëror. Jo vetëm të mësojmë si të gjuajnë topin, por edhe të mësojmë disa gjëra bazë për shoqërinë. Jemi në rregull deri tani? Shumë mirë. Pra, për të implementuar një program të tillë, na duhet një shkallë bashkëpunimi e madhe dhe ne e quajmë një përpjekje në ekip, punë në ekip për të përfshirë lojtarët kryesorë në këtë projekt. Së pari, është ajo që kemi krijuar së brendshmi në FIFA. Ne kemi krijuar një ekip që do të jetë përgjegjës për implementimin e projektit. Tek kutia e parë, ne do të bashkëpunojmë me kolegët tanë nga UNESCO
dhe kemi krijuar me ta komponentin e aftësive të jetës, aftësive jetësore. Janë disa vlera të cilat ne do t'i diskutojmë më vonë dhe pjesa e edukimit është krijuar së bashku me UNESCO, kurse pjesa e futbollit është bërë nga FIFA. Shkojmë tek pjesa e tretë, tek teknologjia, që është burimi kryesor që kemi në program. Dhe është një aplikacion futbolli që do ta shohim më vonë në telefon dhe është i disponueshëm për tu downloaduar falas në Shqipëri. Dhe këtë aplikacion e kemi krijuar në bashkëpunim me Departamentin Etikut të FIFA-s dhe Sportradarin. Dhe së katërti, gjithashtu është më e rëndësishme në futboll, është topat e futbollit, që ne i kemi prodhuar me kolegët nga Adidas, me një nga partnerët kryesor të FIFA-s. Kemi krijuar më shumë se 5 milion topa që i shpërndajmë në të gjithë vendet e botës ku ne kemi shtrirë projektin. Pra këto janë 4 lojtarët, 4 pikat kyçe të programit tonë. Por njëkohësisht ka edhe kontributet të tjera nga organizatat të tjera të cilët e kanë bërë këtë projekt të jetë ai që është sot. Kemi FIA-n, kemi Federatën e Automobilave, me ta jemi fokusuar tek qarkullimi në rrugë, rëndësia e sigurisë në rrugë, fëmijët do të mësojnë. Pra fëmijët nuk do të mësojnë vetëm si të luajnë futboll, por do të mësojnë disa rregulla bazë, për shembull, për rëndësinë të vendosurit, të ripit të sigurimit apo të respektimit të dritave të semaforit. Pra këtë mesazh përpiqemi që t'i përcjellim. Pastaj kemi edhe një bashkëpunim me Fondacionin e Katarit, me të cilët jemi fokusuar tek rëndësia e qëndrueshmërisë, ndryshimi klimatik, respekti ndaj mbrojtja e mjedisit dhe mesazhe të tilla. Pastaj kemi edhe UNODC-n. Me ta kemi krijuar disa sesione që përcjellim mesazhin për të larguar nga sjelljet e pahishme, nga krimet. Pra, përmes kësaj organizate ne përpiqemi që të inkurajojmë fëmijët që të evitojnë përdorimin e ushtrimit të dhunës. Me vadën kemi bërë sesione për grup moshën 12 deri në 14 vjeç, që të përcjellim mesazhe për këtë grupush lidhur me të qëndruarit larg alkoolit, drogës dhe substancave të ndaluara. Dhe së fundmi, me WFP-n kemi krijuar disa sesione trajnimi për një stil të shëndetshëm jetese. Pra, ne vazhdojmë që të rrisim numrin e sesioneve që ofron ky projekt në mënyrë që të mbulojmë çdo sferë jetësore, pra. Si do t'i implementojmë këto? Ne do të flasim për programin, çfarë është, pra kemi një pjesëmarrje masive, kemi përfshirjen e disa lojtarëve të ndryshme, por tani po flasim me implementimin, si do ta vëmë në praktik për çdo vend ku ne shkojmë. Siç e thash më herët, kemi 4 zona kryesore, 4 shtylla kryesore. Së pari kemi fazën globale ku ne jemi së bashku me FIFA-n dhe UNESCO-n, bashkëpunojmë me organizatat e tjera në nivel global. Së dyti, jemi në nivel rajonal. Konfederatat tona, në këtë rast UEFA, së bashku me zyrat rajonale, së bashku dhe bashkëpunimi dhe me organizatat e tjera që janë të shtrira në kontinente të ndryshme dhe në nivel kombëtar. Ne kemi antarët tanë, në këtë rast kemi Federatën Shqiptare të Futbollit dhe Ministrinë e Arsimit të Sportit në çdo vend ku shkojmë.
Siç e thash më herët, në mënyrë që ne të jemi këtu sot, që të vim këtu sot, na duhej bashkëpunimi nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe pa këtë bashkëpunim, ne si FIFA nuk mund të implementojmë asnjë projekt në asnjë vend të botës. Po ashtu, kemi dhe në nivel komuniteti, për mua pjesa më e rëndësishme e programit është komuniteti, sepse komuniteti është ai që do ta bëjë realitet projektin, do ta implementojë atë. Ju jeni edukuesit, ju jeni profesorët, ju jeni trajnerët që do të punoni me fëmijët. Dhe siç e thash, do të implementohet një projekt që është implementuar në të gjitha shkollat në botë. Jeni të qartë deri me tani apo jo, se çfarë duhet të bëni? Ja ku jemi tani, këto janë vendet ku jemi të pranishëm, ku kemi lançuar projektin. Pastaj kemi Afrikën, ku kemi në 21 shtete të Afrikës nga 54 është përfshirë, është përshtritur ky projekt. Më pas kemi CONCACAF-in në pjesën e Amerikës Veriore dhe Karajibet. Këtu, Alberto, nëse mund të ndalosh, kemi UEFA-n me 10 vende, siç e përmenda gjatë fjalimit, është se ne kemi 10 vende pjesë të projektit, por Shqipëria është shteti i parë që po aplikohet ky projekt me sukses. Pastaj kemi disa vende të tjera. Kjo është harta. Ky është vendi ku jemi tani. Nëse nuk gabohem, ja ku jemi ne. Thjesht për të krijuar pra një ide për dimensionet e këtij projekti dhe ne përpiqemi që ta shpërndajmë futbollin në të gjithë botën, që është qëllimi jon kryesor. Okej, në rregull. Si do ta bëjmë këtë gjë? Struktura e programit ton, projekti pra futbolli në shkolla, është i lidhur me trajnimin kaskad. Çfarë do të thotë kjo? Trajnimi kaskad do të thotë që ne si FIFA do të ndajmë me ju drejt për së drejti. Ne ju quajmë juve trajnerët master, sepse ne ndajmë së bashku njohurit, do të punojmë së bashku edhe tek fusha e futbollit, do të ndajmë eksperiencën për njohurit për programin, por ju do të jeni ata që ju do të punoni tek shkollat tuaja, te rajonet, provincat tuaja, edhe të ndani mesazhin me mësuesit e tjerë. Së bashku me Federatën dhe Ministrinë e Arsimit, ne do të vazhdojmë që të organizojmë kurse në të ardhmen, në mënyrë që ju të vazhdoni të trajnoni dhe edukator apo mësues të tjerë, dhe kështu ne mund të garantojmë përhapjen e projektit dhe do të ngrejmë gjithmonë kapacitete në mënyrë të vazhdueshme për të implementuar një projekt të tillë. Sigurisht, siç mund ta imagjinoni, çdo projekt i tillë, çdo projekt ambicioz si futbolli në shkolla, ne duhet të punojmë në kuadrin monitorimit dhe vlerësimit. Pra në të ardhmen, pas 6 muajsh, ne do të organizojmë një takim tjetër me Federatën së bashku me Ministrinë e Arsimit për të parë se sa mësues janë trajnuar, sa shkolla janë bashkuar projektit. Pra të gjitha ne do të çojmë rreth 1000 topa futbolli në shkolla të ndryshme dhe në bashkëpunim me ministrinë ato do të alokohen në shkolla të ndryshme. Ju nuk do të merrni në shkollat tuaja 20 deri në 50
topa, por ngadalë do të rritet numri i topave të futbollit dhe siç e thash, është shumë e rëndësishme vlerësimi dhe monitorini sepse do të krijojmë një ide se si projekti po implementohet në vend dhe çfarë mund të bëjmë për të vazhduar të ofrojmë mbështetjen tonë. Keni ndonjë pyetje deri më tani? Ky është momenti për të bërë. Bëjmë një përmbledhje të përgjithshme të programit, dua të bëj një përmbledhje të shkurtër dhe pastaj mund të bëni pyetje. Pra, duhet kemi një pjesëmarrje masive. Grup mosha 4 deri në 14 vjeç. Objektivi jon të japim mundësi fëmijëve të luajnë futboll. Nuk është puna të flasim për nivel elite futbolli, por thjesht japim fëmijëve një mënyrë që të luajnë me njëri tjetrin, të argëtohen duke luajtur futboll. Pastaj do të flasim edhe për pjesën e edukimit, që do flas Alberto. Pra, për mësimin e mësimeve të jetës, aftësive jetësore që do t'ju duhen. Ne kemi partnerët tanë me Adidasin që ofron topat e futbollit, kemi aplikacionin që kemi zhvilluar së bashku me UNESCO-n dhe pastaj kemi dhe bashkëpunimin në nivel global, rajonal, kombëtar dhe në nivel komuniteti. Këto janë pikat kryesore. Do të kemi një trajnim në formë kaskade në mënyrë që ju të trajnoni personat të tjerë dhe pastaj do të bëjmë dhe procesin e monitorimit dhe vlerësimit. Ky është pra në tërësi. Jemi në rregull? Keni ndonjë pyetje? Kolegu ynë po pyet që a është programi për meshkuj dhe femra, është për të gjithë fëmijët që të lozin vajza dhe djem padyshim. Ka pyetje të tjera? Jemi të qartë? Jeni të sigurt që nuk ka pyetje të tjera? Atëherë, i jap fjalën Albertos, kolegu ton. Alberto, fjala për ty. Nuk e dëgjojmë, duhet të ndez mikrofonin, të lutem. Mirë mëngjes të gjithëve. Unë jam Alberto Giacomini, jam italian, duke besoj nga gestikulacioni. Kam qenë futbollist. Të lutem, mund t'i thot dikush të ndezi mikrofonin Albertos? Faleminderit. Restart. Atëherë le të rifillojmë sërish. Jam Alberto Giacomini, siç ju tha Antonio. Jam futbollist i mëparshëm, nuk kam qenë i shkëlqyeshëm, kam luajtur në divizionin e 3 dhe të 4-t, jam trajner futbolli. Kam përvoja të ndryshme, profesionale dhe jo profesionale në ekipe në Itali. Jam profesor si puna juaj, instruktor fiskulture. Punoj në shkollë sportive në Itali, në shkollën e mesme. Jam edukator, le ta them, si që jeni ju, mësues, një mësues i dedikuar për sportin, pasi ne përdorim sportin për të edukuar fëmijët, veçanërisht futbollin për të edukuar fëmijët. Jam shumë i lumtur që jam sot këtu me ju dhe për gjatë 2 ditëve në vijim, jam krenar të jem pjesë e ekipit të punës dhe programit futbollin në shkolla. Jam i sigurt dhe mendoj që mënyra më e mirë për të edukuar është përmes futbollit, është mekanizmi më i mirë për të edukuar. Përmes futbollit mund të përmirësojmë sigurisht aftësitë teknike të lojtarëve, aftësitë taktike, por përmes seancave të futbollit ne mundemi të mësojmë, të përmirësojmë të gjitha aftësitë e jetës së lojtarëve, së fëmijëve tanë. Pra, jemi pjesë e një programi shumë të rëndësishëm, jemi pjesë e një programi i cili është unik në llojin e tij, pasi në të gjithë botën mund të gjeni programe të mira të dedikuara për futbollin dhe programe të mira të dedikuara për arsimin, por nuk e di nëse mund të gjeni programe të tilla si ky
gjithëpërfshirës për përmirësimin e futbollit dhe aftësive jetike në të njëjtën kohë. Kjo është pika, kjo është thelbi, kjo është kyçi, filozofia e këtij projekti. Përdorni futbollin dhe seancat e futbollit për të përmirësuar aftësitë teknike, për të përmirësuar dhe aftësitë jetësore në të njëjtën kohë në mënyrë simultane përmes seancës dhe lojës së futbollit. Pra jemi pjesë e një programi të shkëlqyer, gjithëpërfshirës. Si mundemi pra të jemi pjesë e këtij programi? Gjithmonë them që na duhet të ndjekim 3 hapa shumë të thjeshta. E para, shkarkoni aplikacionin. E keni shkarkuar ndërkohë aplikacionin? Jo? Asnjëri nga ju, atëherë është momenti, pra edhe mund ta bëni pastaj, por duhet ta shkarkoni. Hapi parë, hapi dytë. Ndiqni, përdorni aplikacionin, mund të keni, pra duke përdorur këtë aplikacion, do të keni akses në mira, në qindra seanca të cilat i dedikohen përmirësimit të aftësive teknike dhe aftësive jetike. Ndiqni metodologjinë, është hapi i dytë, që është metodologjia e futbollit për shkolla e FIFA-s. Nuk është se është ndonjë gjë shumë speciale, por i dedikohet veçanërisht i programi, është veçanërisht posaçërisht për përmirësimin e aftësive teknike dhe aftësive jetësore. Metodologjia ndahet në seanca në 5 hapa të thjeshtë. Atëherë është hapja e parë, është aplikimi i lojës dhe qarku që mbyllet. Nëse doni të jeni pjesë e programit, duhet të ndiqni metodologjinë, të propozoni një seancë përmes 5 hapave të përcaktuar në metodologji. Hapja e ciklit, ngrohja, pra fillimi, nxemja, aplikimi i lojës dhe më pas mbyllja. E para, hapja e qarkut dhe mbyllja e qarkut janë seancat më edukuese. Kur flitet për nxemjes, për zhvillimin e aftësive dhe për zbatimin e lojës, janë pjesa më e dedikuar për futbollin e kësaj seance. Pra është e qartë? Le të vjojmë me metodologjinë. Qarku i hapur është hapi i parë i seancës ku vinë lojtarët në fushën e futbollit, ju i mirëprisni, i shpjegoni pra programin e seancës, 2-3 minuta prezantimi, mirëprisni dhe i shpjegoni se çfarë do të ndodhë, çfarë do të bëni, si do t'ja propozoni. Është e thjesht, 2-3 minuta të thjeshta, një fjalë hapse. Atëherë çuna, jeni gati, fëmijët të lozin, sot do të përmirësojmë aftësi teknike, do të përmirësojmë mënyrën se si do ta menaxhojmë topin, por në të njëjtën kohë do të përmirësojmë edhe ekipin, shpirtin e ekipit. E dini që është shpirti i ekipit? A e dini që është e rëndësishme shpirti i ekipit në një ekip futbolli? Merrni disa përgjigje që ta bëni interaktive, pra shumë e thjesht, 2-3 minuta prezantim. Fëmijët nuk duan të rinë 10 minuta të mërziten duke dëgjuar trajnerin. Në 2-3 minuta do t'i shpjegoni të gjitha me ritëm dhe më pas filloni direkt. Filloni me nxemjen. Si gjithmonë. Por, nëse ju pyes të më jepni një shembull nxemjeje, çfarë mendoni? Çfarë është seanca nxemjes për ju, për fëmijët? Më jepni një shembull të një ushtrimi, nxemje për fëmijët përpara se të fillojë. Nëse unë do ju thoja nxemje, çfarë mendoni së pari? Çfarë ju vjen së pari në mendje kur themi nxemja? Në rregull, po. Nxemja ka të bëjë vrapi, lëvizja krave, lëvizja këmbëve, të bëni pak stretching. Normalisht kjo është nxemja për të përgatitur fizikun, muskujt për trajnimin, për stërvitjen. Është gjë shumë e mirë, por ne duhet në FIFA Football për shkollat, ne duam të përgatisim fizikun, muskujt, por në të njëjtën kohë duam të përgatisim mendjen, trurin, pra trurin e lojtarëve, edhe emocionet, gjendjen shpirtërore, zemrën e tyre. Pra,
Ne nuk na pëlqen dhe të gjitha këto që janë standarde shablon. Ne preferojmë t'i propozojmë fëmijëve një lojë. I propozojmë një ushtrim ku ata mund të vrapojnë, sigurisht të kërcejnë, t'i lëvizin krahët, por në të njëjtën kohë argëtohen. Bëjnë qef, i duhet të mendojnë pra, të jenë kreativ, të kuptojnë më mirë thelbin e situatës. Pra, preferojmë dhe i propozojmë një lojë në mënyrë që të jenë të gjithë të përfshirë. Pasi ne gjykojmë kështu, nëse i propozojmë një ushtrim klasik nxemje, fillojnë të vrapojnë, pastaj për 2 minutave humbin interesin, i ikën mendja, i fluturon. Nuk është aty me ne, por kush e di ku i fluturon mendja. Në shtëpi, te shkolla, nuk e dim se ku. Pra ne duam t'i përfshim të gjithë dhe preferojmë që për nxemje propozojmë një lojë, diçka që është argëtuese, diçka që i përfshim pra, i përfshim të gjithë fëmijët. Për gjatë nxemjes, është shumë e rëndësishme për ne t'i pyesim diçka që lidhet me aftësitë jetësore për gjatë lojës, për gjatë nxemjes. Ne i pyesim diçka që lidhet me aftësitë jetësore që mund të jetë, dhe ky është objektivi dhe i seancës. Pyetje shumë të thjeshta, nuk është se duhet të ndalojmë nxemjen dhe t'i themi ti kthe përgjigje, por ne duam t'i integrojmë për gjatë nxemjes, i pyesim diçka me impuls dhe e marrim përgjigjen direkt në kohë reale. 10 minuta nxemje, 15 minuta nxemje janë të mjaftueshme për të kaluar tek zhvillimi i aftësive. Zhvillimi i aftësive është zemra e futbollit, është momenti ku ne mundemi të mësojmë vërtet futbollin, përpiqemi mbasi i shpjegojmë se si mund ta presin topin në mënyrën e duhur, se si t'i gjuajnë topit, pra është momenti ku ne i mësojmë vërtet teknika futbollit, por nuk na duhet të harrojmë që jemi trajnerë dhe edukatorë në të njëjtën kohë. Pra edhe për gjatë momentit të zhvillimit të aftësive, ne mundemi t'i pyesim një pyetje të lidhur me aftësitë jetësore, me aftësitë etike, pra për të nxitur mendimin kritik tek fëmijët, për t'i ndihmuar ata të mendojnë për diçka që nuk ka të bëjë vërtet direkt me futbollin, por thjesht për t'i nxitur mendimin kritik, për t'i angazhuar. Pyetje të thjeshta, diçka me aftësitë etike, të cilat ne mund t'i pyesim për gjatë ushtrimit. Nuk na duhet t'i ndalojmë që të kthejmë përgjigje. Ata duhet të jenë duke lozur, duke i gjuajtur topin, duke pritur topin, për gjatë gjithë ushtrimit, po për gjatë saj seance për të zhvillimit të aftësive mund t'i pyesim diçka. 12 minuta, besoj janë të mjaftueshme dhe kalojmë tek faza e zbatimit të lojës. Zbatimi i lojës është diçka që unë besoj që është shumë e rëndësishme për fëmijët. Këtu në Shqipëri, si në Itali, si në Spanjë, si në Senegal, si në të gjithë botën, në çdo vend, kur fëmijët vinë në fushën e futbollit, një nga pyetjet e para janë: çfarë do bëjmë sot? Do lozim sot trajner? Do lozim një lojë, një ndeshje të vërtet? Ndodh këtu në Shqipëri që ju pyesin, do bëjmë ndeshje sot? Duan ndeshje, duan të lozin, duan ndeshje të vërtet. Duan të bëjnë gol, duan të shënojnë pra. Kjo është loja. Kjo është loja finale, por në metodologjinë tonë propozojmë, më lër të them, për rregullat e fushës së lojës. Për shembull, një lojë me 2 gola, një lojë me gol të madh dhe me 2 mini gola, një lojë pra janë disa rregulla të fushës së futbollit, të cilat mund t'i ndihmojë lojtarët tanë, fëmijët, në përmirësimin e aftësive teknike, por dhe në përmirësimin e aftësive jetike. Pra, i ndryshojmë rregullat në mënyrë që t'i prezantojmë aftësitë jetike duke integruar me aftësitë teknike të futbollit, 10, 12, 15 minuta, dhe më pas kalojmë në momentin e fundit të përmbylljes së seancës, që është qarku, përmbyllja e qarkut. Është momenti i edukimit këtu, është momenti ku ne i mbledhim lojtarët, fëmijët i propozojmë
përmes aktiviteteve pjesëmarrëse, promovojmë reflektimin, mendimin kritik, diskutime për të gjitha aftësitë jetike i mbledhin fëmijët dhe fillojmë të flasim me ta për aftësitë jetike, i pyesim diçka që lidhet me aftësitë jetike. Pra marrim feedback, marrim përshtypje për seansën dhe përmes aktiviteteve pjesëmarrëse që unë dhe Antonio do t'ja përshkruajmë në detaje, ne i përpiqemi që ata t'i kuptojnë më mirë të gjitha këto aftësitë jetike që do i shërbejnë më pas. Janë 5 hapa pra, hapja e qarkut, dhe mbyllja e qarkut është pjesa më edukuese, nxemja, zhvillimi i aftësive dhe zbatimi i lojës lidhen me futbollin, por duhet gjetur pikërisht balanca mes futbollit dhe ne jemi trajner, ne na duhet pra të gjejmë ekuilibrin, balancën për të dedikuar kohë futbollit, por edhe aftësive jetike, aftësive jetësore, 10 minuta. Vetëm hapja e qarkut është 2-3 minuta, pastaj kemi nxemjen 10-12, kemi zhvillimin e aftësive 10-15, kemi aplikimin e lojës, e cila mund të jetë 15 minuta, por kohën e menaxhoni vetë, ju jeni trajneri. E dini që mbase është më mirë që të ndryshoni, mbase pjesën e nxemjes e bëni në kozjate më të vogël dhe dedikoni më shumë kohë tek zbatimi i lojës, te zhvillimi i aftësive, sepse fëmijët duan të lozin. Mund t'i lini 20 minuta aplikimit të lojës dhe 6 minuta zhvillimit të aftësive, pra nuk është se është rigjide dhe duhet të ndryshoj 10 minuta dhe ju e kontrolloni menaxhimin e kohës, menaxhoni seancën, për gjatë seancës mundeni të ndryshoni kozgjatjen e secilës seancë, pasi sot më duhet t'i dedikoj më shumë kohë zhvillimit të aftësive dhe mund t'i dedikosh ndoshta ndonjë ditë 30 minuta. Dhe mbase edhe mund mos e propozoni aplikimin e lojës, por çelësi i suksesit këtu është se për gjatë seancës tuaj ju duhet të punoni për aftësitë teknike dhe sigurisht dhe për aftësitë jetësore në të njëjtën kohë në mënyrë që të ndërthurni. Yeah, that's true. So, Anton, want to ask you how many times you have in your class? Dua të pyes sa 1 hour and a half. Sa zgjat ora mësimore në Shqipëri? 1 orë, 1 orë gjysmë? Okay, 45. So, 45 minuta. Duhet të reduktojmë kohën, pra. You have 2 hours. Okay, 45 plus 45. Pra keni 45 minuta, ako 45 minuta, 1 orë gjysmë. You have 2 hours in a row, so 45 plus 45. Okej, mund të bëjmë 2 orë rresht, 45 minuta plus 45 minuta, ose... Okay, so you have during the week... Okej, gjatë javës ju keni 3 orë. Okej, fantastike. Each class. Se cila klasë. Okay. So, just for us to make sure. Thjesht që të sigurohemi. A kid who is 11 years old. Një fëmijë që është 11 vjeç në Shqipëri, sa orë në javë bëjnë sport? 3 herë. 3 herë nga 45 minuta. Good. Super. Yeah, so we have 90 minutes one time and 45 minutes. Mund të bëjmë 90 minuta një herë dhe pastaj 45 minuta. So Sorry? Edhe një herë luta? Okay, so in the 90 minute session we tek sesioni 90 minuta FIFA Football for School methodology. Kemi kohë për të prezantuar metodologjinë. We have to adapt. We have to reduce tek the time. Pjesa 45 minuta mund të reduktojmë kohën. We can reduce the time of the opening circle. Mund të reduktojmë kohën e hapjes së rrethit. 5 minutes, 35, 10 minutes closing circle. Done.
Okay? So it's not a problem. And once again, you are the coach. Edhe një herë, ju jeni pra trajneri, ju jeni mësuesi You can even start from the opening circle. dhe mund të filloni pra me hapjen Go to the game application. e rrethit, pastaj mund të kaloni tek aplikacioni i lojës. To the situation. Okay? To the time that you have, to the kids, to the level. Pra mund të shpërndani kohën që bëni që kaloni me fëmijët. So, first step, download the app. Second step, Së pari pra follow the downloadoni, shkarkoni aplikacionin. follow, let me say, the instruction. Ndiqni udhëzimet, sugjerimet To manage a FIFA football for school session. për të menaxhuar pra seancën e projektit futbolli në shkolla. Suggestion is, for me, the most important Së one. pari dhe më e rëndësishmja, Be positive and enthusiastic. tregoni pozitiv dhe And I know entuziast that is not easy me every fëmijët. time. Sometimes where Puna me when we fëmijët are nuk in është the fare e team, lehtë with, ndonjëherë. 25 kids Ne kemi 20 that deri start 25 running, fëmijë jumping, që swimming. fillojnë të kërcejnë, të bërtasin, nuk është fare e lehtë ti But it's menaxhosh, important because por our është e behavior rëndësishme sepse can sjellja really jon mund të determinate the flow of the përcaktoj rrjedhën e seancës So we have to keep our positive and enthusiastic. dhe duhet të ruajmë pra qasjen tonë Then, pozitive dhe Let me entuziaste. say that we are lucky. We are Edhe të doing a themi great që job. ne jemi Our job is the best shumë job me in the fat, world, I think. sepse është puna jonë është më e mira në botë, sepse kemi mundësinë që të trajnojmë fëmijë Is the best edhe job in të the world. mësojmë atyre si të luajnë futboll dhe We është can- puna më e we mirë can në do botë. it. We can keep Mund our t'ja positive dalim and enthusiastic behavior with dhe mund t'ja dalim që të ruajmë qasjen tonë Then the second- pozitive. Use football Dhe game së to dyti, promote lojrat, përdori lojrat So e we have futbollit always për to të promovuar remember mesazhet e that aftësive we të are to teach football, of course, jetës. but through Pra, është football, gjë shumë e mirë të we mësosh want to futboll fëmijëve, por promote përmes life skill futbollit messages. ne duam që të So, përçojmë once again, mesazhe find every që do t'ju time shërbejnë atyre në between jetë. football Pra duhet të and gjejmë një education. balans, një ekuilibër midis Okay. futbollit dhe edukimit të fëmijëve. Then the third, game Dhe with së different treti, challenges. lojra me sfida të Try ndryshme. every time to Përpiquni që change çdo herë të the ndryshoni exercise. Try every time to ushtrimet propose something që bëni. different. Përpiquni që të Okay. propozoni diçka Even with ndryshe, the same edhe objective, nëse ka but të njëjtën objektiv, por exercise. përmes një ushtrimi Try qasje every time ndryshe. to propose Pra something përpiquni të jeni And using the app, të përdorni you can ushtrime të shumëllojshme dhe lot përdorni of exercise, a lot aplikacionin. of session. Then promote decision making and responsibility through the exercise. Promovimi i vendimarrjes dhe përgjegjësive An përmes important point. ushtrimeve është një pikë We shumë e are coaches, rëndësishme kjo. we are teachers, Ne jemi trajner, and sometimes jemi we want mësues to dhe nganjëherë explain everything. na duhet të We shpjegojmë want çdo to gjë, ne give duam the solution to our t'ja players. japim vetë zgjidhjen It's lojtarëve, important është shumë e That rëndësishme we try to don't give them the të solution. përpiqemi mos t'ja But japim we ask zgjidhjen them gati, how. por t'i pyesim si. So they Pra, don't find the solution, they don't Nëse know how to realize, ata they don't know nuk how to din receive si the ta ball in gjejnë the right zgjidhjen way. dhe nëse nuk Don't give din them the si ta solution. menaxhojnë topin, Help them to find mos ja the jepni right ju solution. zgjidhjen, So ndihmojeni ask ta them gjejnë vetë that they mënyrën can se si ta use, menaxhojnë that they can- topin that në mënyrë që can ta help them angazhohen to find the solution. dhe kjo i ndihmon I know that it's ata. not easy E di for që me nuk as a është e coach, thjeshtë, for edhe me unë as si a teacher, trajner, it's not për mua easy si at all. edhe për mua si mësues But nuk it's është important proces i that thjeshtë, we por teach është shumë to e them, rëndësishme teach t'i to our mësojmë players atyre how to lojtarëve, find the fëmijëve se si ta gjejnë Okay, vetë how zgjidhjen. to use their brain Të përdorin trurin pra, Find the solution. për ta gjetur vetë zgjidhjen, mos ja jepni So don't gati. give them the solution, Pra, mos ja ask them jepni the në right pjatër gjëndi zgjidhjen, This por is a bëjni very important pyetjet e duhura. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme. So in this way, Në këtë they can mënyrë, learn ata through mësojnë experiences përmes and përvojës can learn dhe through mund të their mësojnë mistakes. dhe nga gabimet e tyre. Coaches around the world, Të we gjithë don't trajnerët want to në see botë, mistakes. ne nuk duam të shohin gabime. Every time a coach, Në çdo rast, në çdo okurrencë kur një lojtar bën një gabim, ne fillojmë bërtasim. You don't have to do this. Pra nuk duhet ta bësh këtë gjë, ti duhet të bësh këtë veprim tjetër. Është shumë e rëndësishme që fëmijët të bëjnë gabime, sepse përmes gabimeve ata mësojnë, kuptojnë. So it's important. Është e rëndësishme, na duhet t'i To find the ndihmojmë solution.
t'i ndihmojmë ne që të gjejnë zgjidhjen. Nuk është se unë ri këtu, bëj se hirë t'i bën gabime, dhe ne jemi në fushë me ta, ne i ndihmojmë ata të gjejnë zgjidhjen, të përmirësojnë aftësitë teknike dhe jetësore, por ne na duhet të gjejmë mënyrën më të mirë t'i bëjmë që të ndjehen të lirë, të bëjnë dhe gabime, të mësojnë nga gabimet. A jeni dakord me mua? Yeah. Inclusion. Përfshirja, si që tha Antonio, për gjithë përfshirjen, procesi dhe programi i FIFA Football për shkolla, duam që të përfshim çdo njeri dhe duam të japim mundësinë çdo fëmijë për të luajtur futboll, për të filluar të luajnë futboll. Jo vetëm lojtarëve më të mirë, por të gjithëve. Të gjithë mund të luajnë futboll dhe ne duam që të përfshim të gjithë, fëmijët, vajzat, djemtë. Në rregull? Përpiquni që të organizoni klasën tuaj, ekipin tuaj në grupe të vogla në mënyrë të tillë që lojtarët të kenë mundësinë që të luajnë sa më shumë me topin, të kenë eksperjenca sa më të mëdha mësimi, në vend që të kemi një reshtë me 20 lojtarë, mund të krijojmë 4 reshta me 5 fëmijë dhe kështu mund të luajnë së bashku, mund të prekin topin më shpesh. Ato mund të përsërisin lëvizjet, manovrimet dhe mund të mësojnë akoma më shumë. Maksimizoni, pra shkollat që janë në dispozicion. Kemi njëtin problem në Itali, kemi njëtin problem, kemi 20-25 fëmijë, kemi 4 deri në 5 topa, kemi 10 kone. Pra çdo herë është e rëndësishme që ju të bëni një përshtatje me situatën, të gjeni një zgjedhje. Nëse unë kam 5 topa, do të krijoj 4 grupe, në mënyrë që çdo grup të ketë një mundësi të luajë me një top. Nëse unë kam 5 materiale të tjera, do të mund të ndaj 2 grupe, pra një me djemtë me bluzë të bardhë, një grup me djemtë me bluzë të zezë, dhe duhet të gjej gjithmonë një mundësi për t'ju përshtatur nivelit të fëmijëve dhe burimeve që kemi në dispozicion, sepse ideja është që në çdo moment ne duhet të propozojmë, duhet të realizojmë seancën më të mirë të trajnimit. Për ne nuk është justifikim për të thënë që nuk kam mjaftueshëm kona apo topa futbolli dhe nuk bëj të gjë. Jo, nuk mund ta bëni këtë gjë. Nëse nuk kemi kona, mund të përdorim këto kariket. Nëse s'kemi, mund të përdorim për shembull shishet e ujit, mund të përdorim mjete rrethanore. Kjo është ideja. Loja e futbollit është e lehtë dhe mund të propozojmë, mund të realizojmë një seancë futbolli, loje futbolli në çdo situatë që jemi. Përshtatja me nevojat e fëmijëve. Ne jemi në fushën e futbollit, jemi në klasë, në plot me nxënës dhe kemi një mënyrë, do të gjejmë një mënyrë për të përshtatur seancën dhe ushtrimet me nivelin e fëmijëve dhe duhet të në çdo herë ne duhet të gjejmë një farë balance midis asaj që ata nuk mund të bëjnë dhe asaj që ata mund të bëjnë. Kjo është pika, kjo është ideja. Nëse gjejmë këtë balancë, këtë ekuilibër, ne mund t'ju mësojmë diçka, mund të përmirësojmë aftësitë e tyre teknike dhe jetësore. Nëse ne ju bëjmë gjithkohës gjëra që ata dinë të bëjnë, ata nuk përmirësohen, por nëse ju propozojmë diçka që nuk mund ta bëjnë, ata nuk mund të përmirësohen. Pra gjithmonë ne duhet t'ju ofrojmë, propozojmë diçka që ata e dinë, por nuk dinë si ta bëjnë. Pra diçka që mund t'i ndihmojë ata që të përmirësohen gjithmonë më shumë. Në fund të seancës ata duhet të mësojnë diçka të re. Në rregull? Tani e kemi shkarkuar aplikacionin, e kemi ndjekur metodologjinë, ndoqëm të gjitha udhëzimet, sugjerimet, tani jemi
gati të our players in their improvement. të ndihmojmë lojtarët që të përmirësojnë aftësitë e tyre taktike, teknike, por njëkohësisht edhe aftësitë e tyre jetësore. Këtu mund të shohim 4 kategoritë kryesore të aftësive jetësore. Përmes një seance loje futbolli ne mund t'i përmirësojmë të gjitha këto kategori. Interpersonal skills. Përmes një loje futbolli ata mund të zhvillojnë aftësi personale, të përmirësojnë komunikimin përmes seancës që mund t'i ndihmojë që të përmirësojnë kalimin e topit, pasimin e topit, mund t'i ndihmojmë që të krijojnë ndjesinë e empatisë, të zhvillojnë komunikimin ndërmjet tyre dhe pastaj mund të shohim mënyrën se si mund ta bëjnë këtë gjë. Por është e rëndësishme që të fillojmë të kuptojmë që kemi 4 kategori të aftësive jetësore dhe përmes projektet futbolli në shkolla mund të përmirësojmë të 4 këto kategori. And then last but not least, Dhe pastaj së fundmi, here we are por jo më pak e rëndësishmja, këtu kemi the good coach educator. një edukatorin e mirë trajner That is always ready to që adapt. është gjithmonë gati për të përshtatur situatën, That is always positive. që është gjithmonë pozitiv, That is has always passion. që ka tregon, demonstron gjithkohon pasion dhe entuziazëm. Një edukues, një mësues trajner është një dëgjues shumë e mirë dhe ne duhet të dëgjojmë fëmijët, të kuptojmë nevojat e tyre. Nuk mjafton që ndonjëherë është më mirë të dëgjojmë se sa të flasim ne. Pra një trajner i mirë është ai që ndërton një marrëdhënie shumë të mirë me të gjithë lojtarët, fëmijët. Një trajner i mirë është një vëzhgues i mirë, është dikush që nga stoli i vëzhgon të gjithë lojtarët dhe e kupton më mirë situatën, kupton marrëdhënia midis anëtarëve të ekipit ndërmjet fëmijëve dhe është e rëndësishme që ju të vëzhgoni vazhdimisht. Një mësues trajner i mirë i Zoti është ai që krijon një mjedis të sigurt. Në çdo seancë fëmijët duhet të ndihen të sigurt. Një mësues trajner i mirë i Zoti është ai që bën pyetjet e duhura. Ne nuk duhet t'u japim zgjidhjen gati fëmijëve, por duhet të bëjmë pyetjet e duhura. Dhe ne duhet t'i mësojmë ato që si të mendojnë dhe si të gjejnë një zgjidhje, t'i ndihmojmë që të gjejnë zgjidhjen e duhur, zgjidhjen më të mirë. Kemi 3 hapa. Shkarkoni aplikacionin, ndiqni metodologjinë, 5 hapat e metodologjisë dhe ndiqni udhëzimet, sugjerimet. Pastaj jemi gati, jemi mësues trajner dhe mund të menaxhojmë një seancë të projektit futbolli në shkolla. Keni ndonjë pyetje, ndonjë problem? Gjithçka është e qartë deri më tani? Okej. So, go ahead. Në rregull. We give a big applause to Alberto, no? Ju lutem një duart rokitje për Alberto. Thanks, Alberto. Faleminderit, Alberto. All right. We have seen together Okej, kemi the overview of parë së bashku, kemi bërë përmbledhjen e futbollit në shkolla, folëm për çfarë është futboll, ky projekt, folëm për metodologjinë dhe tani do të kalojmë tek burimi kryesor që është ky aplikacioni që ne kemi zhvilluar. Melvin, të lutem. Këtu kemi disa informacione të përgjithshme për aplikacionin dhe para se të vazhdojmë më tej, dua që ju të gjithë të dini që këtë prezantim do të ndajmë me ju pas
trajnimit të sotëm dhe do t'i ndajmë të gjitha me ju. Nëse doni të bëni foto, nuk ka problem, mund ta bëni, por do t'ua dërgojmë të gjitha këto prezantime pasi të mbarojmë trajnimin, do t'i ndajmë me kolegët tanë nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe ato do ta ndajnë me ju. Është në gjuhën angleze, por mund ta përktheni. Këtu kemi pak informacione për aplikacionin. Siç e thash, ne mbulojmë grup motion 4 deri 14 vjeç. Ndahemi në 3 grupe të ndryshme, 4 deri në 7 vjeç, 8 deri në 11 dhe 12 deri në 14 vjeç. Këtu mund të shikoni që ka shumë funksionalitete, funksione të ndryshme në aplikacion, mund të zgjidhni kurrikulat, mund të zgjidhni seancat, por ka 5 element kryesor që i përmendi Alberto, pra hapja e rrethit, nxemja edhe deri tek mbyllja e rrethit, dhe secila prej tyre është e strukturuar në të njëjtën mënyrë. Mendoj se No, never mind. Okay, never mind. All right. Në rregull. So, we are going to download the app all together now. Do ta shkarkojmë së bashku aplikacionin. Can you raise your hand? A mund ta ngrini dorën nëse ju tashmë e keni aplikacionin në telefon? Raise the hand if you have it already. Ngrijeni dorën nëse e keni shkarkuar tashmë. Okay. All of you that you have it already. Okej, ju që e keni shkarkuar tashmë, mund të bëni një pushim 10 minuta. Pas 10 minutash mund të ktheheni, mund të largoheni për 10 minuta. Only wait a second. Ju lutam, një moment. Mund t'i thërrasësh dhe të tjerët, sepse shoh vende bosh. All right. Atëherë, Yeah. We can keep going. besoj që mund të vijojmë. Alberto from translation. Po. Nuk i shoh përkthyesit, konfirmoja një që jemi këtu. Faleminderit. All right. So question Pyetje për të gjithë. Don't worry. Do ta bëjmë të gjithë bashk. Lutemi ngrini dorën. Nëse nuk e keni aplikacionin në telefonin tuaj. Cili nuk e ka aplikacionin, të lutem të ngrej dorën. Arsyeja që nuk e keni aplikacionin? Please. Lutemi. All good? Success. Okay, good. Now. Në rregull, duhet të sigurojmë që të gjithë ta kenë aplikacionin në telefon. Don't miss it. You have to put the right one. All good here? All good? Jemi të gjithë në rregull me aplikacionin, të lutem? Okay, so. Atëherë, What are we going to do now? çfarë do të bëjmë tani? Do të ndaj
ekranin e telefonit tim me ekranin e shfaqur. Pra në mënyrë që të gjithë së bashku të kalojmë, të kuptojmë të gjitha funksionalitetet e aplikacionit që të kuptojmë dobin. Gjëja e parë që do t'ju pyes aplikacioni në momentin që hyni dhe jeni aktiv, do t'ju pyes të krijoni një ekip. Është shumë e thjeshtë. Emri i ekipit. Duhet të vendosni një emër të shkollës tuaj, është diçka e juaja private. Mos u ngatarroni për përcaktimin e emrit të ekipit. Pastaj do t'ju pyes për group motion e fëmijëve, për shembull 10 vjeç, klikoni këtu. Numri i vajzave në ekip, numri i djemve në ekip. Hapësira dhe madhësia e fushës së futbollit. Në momentin që regjistroni ekipin, është hapi i parë dhe jeni gati të vijoni. Mund të procedojmë? Jemi në rregull me hapin e parë? Me regjistrimin e emrit të ekipit? Në rregull, atëherë, konfirmoni që kryet hapin e parë. Tashmë do të shihni ekranin e telefonit tim të ndarë në ekranin e madh, në projektor. Ja ku jemi. Kam aplikacionin dhe mund të shihni aplikacionin tim në ekran. E para. Unë e vendosa këtë mëngjes, e kam vënë në gjuhën shqipe, shpresoj mos të humbas në rubrikat në gjuhën shqipe. Këto janë ekipet që janë krijuar. Një moment të vetëm, sa ta menaxhojmë. Mund të kemi një shkëputje të internetit. Duke qenë se jemi të gjithë të lidhur me Wi-Fi, është pak i ngadalt. Kryesisht, së pari, pyeteni që të vendosni ekipin tuaj. Sa po të krijoni ekipin, do të keni akses të ky aplikacioni, të ikona këtu që është menuja. Sa herë që keni dyshime të aplikacioni, ju do të klikoni te menuja në mënyrë që të kalohen të gjitha rubrikat dhe funksionalitetet e aplikacionit. Së pari, nuk po punon interneti dhe nuk po më hapet. No, it's when, when I'm sharing the screen. Now it should be fine. Yeah. All right. Here we go. All good.
Le të vijojmë, jemi në rregull. Sërish nga e para. Nëse klikoni menun aty, kalojmë të funksionalitetet e menus. E para që duhet të kuptojmë, nëse shkojmë të profili, ne mund të vendosim në aplikacion, kemi 32 gjuhë të disponueshme në aplikacion, si që imagjinoni duam të zbatojmë një program, në çdo cep të botës dhe na duhet t'i kemi të gjitha gjuhët e parashikuara. Shqipja është një nga 32 gjuhët që të cilat ju i keni opsionet e shqipes në aplikacion. Nëse ndonjë ditë do të doni të punoni në japonisht, e keni dhe opsionin e japonishtes për shembull. You will see now. Everything is in Japanese. If you want to work in your Japanese. Për shembull, nëse do të ishit në Japoni, e keni dhe japonishtën si opsion për t'ju dhënë idenë që ne po përpiqemi të jemi të shtrirë në çdo cep të botës. Është e pamundur për shembull të shkojmë në një fshat në Kambodja dhe nëse nuk e kemi aplikacionin me gjuhën përkatëse, atëherë kemi zhvilluar një aplikacion me 32 gjuhë për të mbuluar të gjitha opsionet. Dua të kthehem te shqipja sërish në mënyrë që ta ilustroj në gjuhën tuaj. That's it, right? Is that? Pra kjo është, jemi te shqipja, apo jo? So, if I clicking Nëse klikoj up there, sessions. të seancat që All the material. janë të gjitha materialet e disponueshme tek aplikacioni. Shikon në klapa? Në klapa keni group motion. Group motion e fëmijëve që bëjnë pjesë në ekipin tuaj. Mbani mend që kemi 3 group mosha, 4, 7, 8, 11, nëse vjoj më poshtë, 12, 14, sigurisht, seancat janë përshtatur grup moshës së fëmijëve, 4 në 7 janë fëmijët, për të adresuar tek vlerë e shpirti e ekipit, puna në ekip. Për shembull, 12-14 janë për edukimin thuaj jo lëndëve narkotike në mënyrë të varura pra nga formimi dhe rritja e fëmijëve. Në çdo seancë, në pjesën me blu do të jetë gjithmonë përcaktimi i emrit të seancës, i lidhur gjithmonë me një aftësi jetësore specifike. Më poshtë, në gri kemi përmbajtjen që ka të bëjë me futbollin në seancën. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të thotë vlerat e mia? Për shembull, në shqip, my values. Ky është emri i seancës. Le të vjoj. Pra, po komunikoj. Komunikimi i mirë është emri i kësaj seance. 8 në 11 grup mosha. Aftësitë e futbollit është pasimi i pari. Shkëlqyer. Kemi gjithashtu kozgjatjen e seancës, siç e tha Alberto më parë, seanca, ora e mësimit mund të jetë 45 minuta, pra duhet të përshtateni sipas kozgjatjes dhe materiali që do gjeni në aplikacion, është 45 minuta deri në 60 minuta, po nganjëherë unë marrë edhe një orë gjys, varet sa e keni kohën ju në dispozicion, por ka shumë materiale për t'ju përshtatur kontentit të seancës në varësi të kozgjatjes. Nëse unë klikoj këtu tek komunikimi i mirë, seanca,
Kemi aftësitë e futbollit, gjithmonë në klapa, keni group motion, për t'ju përshtatur sipas specifikave, keni kohë zgjatje 45 në 60 minuta, 10 minuta nxemje, 10-15 zhvillim aftësish, zhvillimi i lojës, 15 deri në 16 dhe 15-20 ka të bëj me aftësitë që kanë të bëjnë me jetën, me aftësitë jetësore. Nëse vijojmë më poshtë, në pjesën jeshile, në fashën jeshile, kemi materialet e rekomanduara për seancën. Nuk janë të detyrueshme. Nëse nuk keni materiale, ne rekomandojmë që këtu plotësohen të dhënat. Nëse keni, na duhen shënues, na duhen disa bilbila për shembull, janë këto materialet mbështetëse të cilat lehtësojnë procesin në seancën e zhvilluar. Më pas, hapni, kaloni tek rrethi i hapur. Shpjegimi se si ta kryeni procesin në rrethin e hapur ju jep informacion në lidhje me pjesën hyrëse se si do ta zhvilloni ju seancën. Është shumë e thjeshtë 2-3 minuta, siç e tha dhe Alberto, i mirëpret lojtarët. Pra, i mirëprisni, i shpjegoni si do të zhvillohet seanca, ndërkohë që cilësoni rëndësinë, për shembull, e kalimit pasimit të topit, komunikimit në futboll që është shumë i rëndësishëm. Komunikimi mund të jetë verbal dhe jo verbal, siç e shihni, është shumë e thjeshtë, 2-3 minuta, kaloj më pas në seancën pasuese. Kur klikoj seancën pasuese, vijojmë te nxemja. E para është qarku i hapur, e dyta është nxemja. Nxemja, siç e shohim, emri i lojës në mënyrë të përcaktuar dhe kohëzgjatja. 10 minuta zgjat zakonisht. Pastaj kemi një video. Në çdo seancë specifike ka një video. Për ju, për t'ju lehtësuar procesin, edhe unë i përdor shpesh, në mënyrë që edhe fëmijët të pozicionohen, unë po e ndaj ekranin, kështu që ju shihni çdo gjë që shoh unë në celular, mbase cilësia e transmetimit nuk është shumë e mirë, por te telefoni juaj do të jetë shumë e mirë, se sigurisht nuk është i lidhur me ekranin. Që ta dini, tek videot janë filmuar në 10 vende të ndryshme. Nga njëherë fëmijët po lozin në bar artificial, në bar natyral, nga njëherë në ambiente të brendshme, në ambiente të jashtme. Objektivi i seancave është që mund të bëhen kudo, mund të lozet futboll kudo, nuk na duhet një fush futbolli zyrtar. Edhe këtu mund të lozim, heqim kariket, edhe mund ta bëjmë seancën këtu. Pra, qëllimi është që të zhvillohet seanca. Materialet mbështetëse. Kemi disa këshilla organizative për ju si mësues në mënyrë që të përcaktoni strukturën e seancës, mund të lexoni këtu të gjitha informacionet, mënyra se si të bëhen ushtrimet sa më lehtë, ose disa mënyra për t'i vështirësuar pak, disa pyetje fantastike që t'ia drejtoni lojtarëve. Ne i përdorim shumë pasi të gjitha këto pyetje lidhen me aftësitë për jetën, edhe është një mënyrë shumë e mirë interaktive për të komunikuar me fëmijët, për t'i angazhuar, edhe disa këshilla për sigurinë dhe mirëqenien e shëndetit. Kalojmë te momenti i tretë. Hapi i parë është qarku hapur, e dyta është nxemja, i treti ka të bëjë me zhvillimin e aftësive. Më poshtë shohim në fashën jeshile, shohim dhe emërtimin e lojës. Pra ka të bëjë me zotërimin e topit, pra janë disa përcaktime. Kemi videon ilustruese për si gjithmonë në çdo seancë ka nga një video ilustruese, më pas poshtë videos do të shihni
Unë do të vijoj, është video, më poshtë videos, vijoni poshtë materialet e rekomanduara mbështetëse për zhvillimin e aftësive dhe këshillat organizative për të gjithë ne si mësues, mënyrat për ta bërë më të thjesht procesin, mënyrat për ta vështirësuar ushtrimet, keni pyetje fantastike për t'ia drejtuar lojtarëve dhe këshilla për sigurinë e shëndetit, sigurinë fizike. Nëse vijoni te next, më pas kaloni te momenti i katërt. Pra klikoni momenti i katërt. Është zhvillimi i lojës. Në zhvillimin e lojës ju do të shihni emrin e lojës më poshtë, më pas, videon ilustruese si në çdo hap materialet mbështetëse. Më pas, sërish, pyetjet fantastike të cilat i drejtohen lojtarëve për ta bërë pak më të vështirë, për ta bërë pak më të thjeshtë, disa këshilla organizative për ne si mësues fizkulture. Nëse vijoni më pas, kaloni tek e kemi pak problem internetin, ju kërkojmë ndjes. Vijoni më pas dhe kalojmë tek momenti i pestë. Si ishte momenti i pestë? Ishte qarku i mbyllur. Në qarkun e mbyllur ju do të gjeni disa ilustrime për t'ju lehtësuar. I shihni ilustrimet në aplikacionin tuaj në celular? Atëherë, i keni të gjithë, këto janë ilustrimet. Shkëlqyer. Më pas, më poshtë, do të gjeni shpjegimin për katës për mënyrën se si ta menaxhoni qarkun e mbyllur. Është shumë e rëndësishme këtu që ne duhet të ndërveprojmë të gjithë ekipin. Do të jetë për çdo herë, për çdo radhë. Lutemi, më konfirmoni. Do të gjeni në çdo rast një nga çështjet pjesëmarrëse të cilat ju do të zhvilloni në mënyrë që të na ndihmojë për të ndërvepruar me të gjithë pjesëtarët dhe lojtarët e ekipit. Pra nëse vijoni më poshtë, do të gjeni shpjegimet që janë shumë të thjeshta për t'u përgatitur edhe për ta dorëzuar në momentin që jeni në fushën e lojës. Nëse klikoni tek next, do të vijoni më pas, do të vijoni me Okay, here në rregull. if I click on this is the Nëse klikoni tek next apo tjetër, we go to the feedback part. shkojmë tek pjesa e komenteve, Important for us because every e reagimit. Sepse është shumë e rëndësishme, sepse sa herë që ju na jepni pra një far feedbacku, sa herë që klikoni, ju jepni feedbackun që ne e marrim si FIFA në mënyrë anonime, nuk e dim se kush jeni, por është më e rëndësishme për ne sepse mund t'i përshtasim sesionet, seancat në mënyrë më të mirë të mundshme për të gjithë. Nëse kalon, të lutem Melvin, kliko tek next, tek tjetër. the session was finalized. Këtu kemi finalizimin e seancës. Very important functionality of the app. Një funksion tjetër i rëndësishëm i aplikacionit është kjo shigjeta jeshile që shikoni këtu. Nëse unë klikoj aty, a klikove Melvin? This one, Melvin click. Kjo këtu.
kliko këtu dhe sesioni, seanca do të fillojë. Please, sorry. Ju lutem, ndjes. So, if I click, Nëse as I was saying, here, klikojmë këtu, siç po ju important thoja, arrow, we have është i gjetë një funksion shumë i rëndësishëm sepse do të thotë që Here we go. You see? Is Ja, download e shikoni? session. What does it mean? It means that I can kjo do të download thotë any që session I want. mund të ngarkoni Once I sesionin, have access to seancën. internet once, I can download the session. Nëse keni akses në internet, mund Access to internet, të downloadoni seancën, por nuk kemi nevojë për internet që të shikojmë seancat, sepse është e rëndësishme se në Shqipëri apo në Itali ne kryesisht kemi akses në internet, por në shumë vende të botës nuk ka rrjet interneti. Shikoni këtu, kjo do thotë që po ngarkohet videoja in a few seconds the session dhe will për download. pak minuta I have access to the session. do të shkarkohet seanca dhe kjo do thotë që pa internet unë do të mund të aksesoj këtë seancë më vonë. So, another functionality of the app Një tjetër funksion i aplikacionit është ky. Nëse klikoni këtu lart, is the filters. kjo është You can filtra filter the sessions dhe mund të filtroni seancat depending on the group of në varësi group of kids that we have. të Okay? grupit të fëmijëve që Connected as well. kemi. Internet is not, janë lidhur shumë me persona me internetin, prandaj interneti nuk po funksionon mirë. Nëse klikojmë këtu tek filtrat, mendoj se that is the session downloaded. aplikacioni do thotë që aplikacioni thotë që seanca është shkarkuar, If prit we të go shoh. here, you see, up here, the second one is download, right? Këtu lart kemi ngarkimin. Nëse klikojmë tek e dyta, Melvin, klikoja aty të lutem. Here we go. You see? Ja This ku session jemi. has already been downloaded. Ky sesion, kjo seancë është shkarkuar dhe mua nuk më duhet të kem akses në internet që të aksesoj këtë video, okay? I go back to the filters. Shkojmë tek filtrat. I can filter the session Nëse per group. mund të klikoj këtu, mund të zgjedh group motion apo zgjedh sipas 4 kategorive të aftësive jetësore, kështu që mund të filtroj. Personal understanding, right? Këtu kemi mirë kuptimin personal apo jo? If I filter then the Nëse e filtroj këtu, e klikoj këtë, aplikacioni do të më jap sesionet që mbulojnë këtë kategori. problems with Mbani mend që kemi they don't mund të kemi të bëjmë me fëmijë që kanë probleme me marrëdhëniet mes tyre. group of kids. Kështu që ju duhet të punonin me këtë seksion këtu, The next one, Melvin. me këto The fëmijë. next one is Të lutem Melvin, tek kurrikulat e mia is my curriculum, exactly. është kurrikula ime. Në You anglisht can create your own curriculum. ka mënyra se si ju mund të zgjidhni kurrikulën, mund të krijoni kurrikulën tuaj In school, për në varësi të klasës që keni. Në shkollë unë kam 3 klasa të ndryshme, në klasën e 4 kam 3 klasa, në klasën really adapt and select. pra mund të përzgjidhni dhe të përshtasni programin sipas zhvillimit apo ecurisë së programit në klasë. Those are different curriculums that I have Këto created. janë kurrikula të ndryshme që kam krijuar në vende të tjera. And here you can see Dhe the këtu mund të shikoni, here for example this is the këtu evolution of my kemi curriculum. evolucionin apo ecurinë e kurrikulës sime, kam bërë 4 nga 5 seanca. Nëse klikoj këtu do thot vazhdo apo jo. This is my curriculum. Kjo është kurrikula ime. Already done 4 out of
Kam bërë 4 nga 5 seanca. Tani mund të jem në fushë dhe mund të jem duke bërë një seancë tjetër. Kjo këtu është ajo që po mungonte. Here we go, sorry. Ja ku jemi. Unë jam në fushë tani dhe klikoj tek trajnimi. Tani mund të ecim më shpejt, klikojmë tjetër. Dhe tani kam finalizuar kurrikulën. Kam zgjedhur kurrikulën me 5 seanca, të cilët janë për 7 fëmijëve me cilët do të punoj unë. Dhe aplikacioni ju ndihmon që të vlerësoni ecurinë e programit që po zhvilloni. Një tjetër funksion i aplikacionit, nëse klikoni tek hyrje për projektin në futbollin në shkolla, është në anglisht në fakt. Kjo do të çojë tek platforma e mësimit. Kemi 2 mjete kryesore. Kemi aplikacionin, mjeti kryesor, kemi dhe platformën e mësimit ku kemi informacione të përgjithshme për programin që mund të ndani me kolegët tuaj. Këtu kemi informacion të përgjithshëm për programin, projektin, futbollin në shkolla. Ka qishtë, nëse unë klikoj të si të mësoj, nëse klikoj këtu, how to teach, pra në anglisht, këtu kalojmë tek platforma e mësimit, por si që thash, janë disa informacione të përgjithshme për programin, nëse dëshironi të ndani. Këto janë 5 elementet kryesore që përmendi Alberto, pra hapja e rrethit, nxemja deri tek mbyllja e rrethit, dhe janë disa informacione shumë të përgjithshme, por mund t'i ndani me dikë që ka interes. Janë në gjuhën angleze, italiane dhe spanjolle. Good. Jemi në rregull? Keni ndonjë pyetje deri më tani? Ky është aplikacioni. Gjë e mirë, e bukura këtu është se ky aplikacion është shumë i dobishëm sepse mund ta përshtasim në mënyrë të vazhdueshme. Në FIFA ne jepnim manuale, kurse tani nuk na shërbejnë me manualet, ne thjesht vazhdojmë të përditësojmë përmbajtjen e aplikacionit, përveç se edhe ofrimit të informacione në gjuhë të ndryshme. Keni ndonjë pyetje për aplikacionin? Një pyetje shumë e mirë. Pyetja e kolegut është se çfarë ndodh nëse e mbaroj gjithë programin. Tani në aplikacion kemi 60 seanca, 20 për çdo grup mosh. Pra për gjithë ato ndarjet, 3 në ndarjet e 4 deri në 14. Ne do të përkthejmë çdo gjë në të gjitha gjuhët e ofruara. Këtu keni shumë shpejt, do të keni 120 seanca, tani keni 60. Pra kemi 4 për çdo nën grup të grup moshës. Nëse bëni një seancë çdo javë, do të keni seanca për 20 javë, por së shpejti do të keni në dispozicion 40 javë. Nuk e di, viti shkollor shkon deri në 40 javë, apo jo? I gjithë viti shkollor shkon diku tek 40 javë, 36?
38? Okej, varet nga shteti. Thjesht që ta kuptoni sepse po bëjmë 40 seanca për çdo nën grup mosh. Qëllimi jonë është ju ofrojmë ju një seancë për çdo javë shkollore. Ndonjëherë për shembull në disa vende nuk na lejojnë që ta bëjmë çdo javë. Mund na lejojnë një javë po, një javë jo, por gjithsesi në situatën tuaj mund ta përshtasni sipas realitetit shqiptar. Një tjetër pikë me rëndësi është se këtu mund të gjeni 20, 40, 60 sesione, por mund të krijoni edhe sesionet tuaja, seancat tuaja, pra mund të filloni, kjo mund të shërbejë si bazë, por pastaj ju mund të krijoni seancat tuaja, përkatës se ju e njihni fëmijët, klasat, lojtarët tuaj, dhe mund të ndërtoni seancat tuaja. Kjo është menuja. Pastaj mund ta përshtasni. Por kjo është baza, keni përmbajtje shumë të keni seanca, një numër të madh seancash, siç e tha Alberto, mund të shtoni, të hiqni diçka. Nuk të thotë gjë që ju ta ndiqni në mënyrë rigoroze për çdo gjë. Mbase ju pëlqen një seancë apo nuk ju pëlqen një tjetër, mbase një seancë përshtatet fëmijëve me cilët ju punoni, mbase një nuk ju përshtatet, varet. Keni ndonjë pyetje? Ju lutem mikrofonin, zotërisë. These sessions are in the education schedule or outside the education schedule in separate classes? Very good question. Pyetja është shumë e mirë. Pyetja më e mirë që më kanë bërë në fakt. Why this is a good question? Because Pse është pyetje e mirë kjo, pasi objektivi final i futbollit për shkollat është të integrohet në kurrikulën e shkollës. Pra prandaj po punojmë së bashku me Federatën Shqiptare të Futbollit dhe me Ministrinë e Arsimit për këtë fakt. Duke qenë se do përfshihet në kurrikul, mund t'i përdorësh çdo seanca edhe në kurrikul ose si aktivitet ekstrakurrikular, që do thotë ke materialet nëse nesër në kurrikulën tënde për shembull ke futboll dhe duhet të mësosh futboll, mund ta përdorësh nga aplikacioni, pasi është diçka që Ministri e Arsimit e ka nënshkruar këtë marrëveshje dhe është nëse ky material do të integrohet direkt në kurrikul, pra është legjitime për momentin. Në momentin që jemi tani, mund ta përdorni tek leksionet e futbollit, por në çdo aktivitet ekstrakurrikular mund ta përdorni gjithashtu. Jemi të qartë? Është përgjigjja e qartë apo jo? Është shumë e rëndësishme. Ne po bashkëpunojmë me Ministrinë e Arsimit, Ministria e Arsimit ka rënë dakord dhe është dakordsuar kjo me Federatën Shqiptare të Futbollit që kjo metodologji do të integrohet në shkolla dhe do të përfshihet në kurrikulën e shkollave. Në rregull? Melvin, Alberto, all good? Melvin, Alberto, një konfirmim? More questions? Kemi pyetje të tjera? Microphone, please. Një mikrofon çunit që bën pyetjen, se nuk e dëgjojmë. Very good question as well. So the objective of doing the capacity building course now. Objektivi i ngritjes së kapaciteteve, ndërkohë që unë po ju aftësoj ju për të ngritur kapacitete, është që periudha përpara fillimit të vitit akademik, e di që është fillim shtatori ose mes shtatori për ju në Shqipëri, ju i keni ngritur kapacitetet, i keni ndarë të gjitha këto leksione që keni mësuar me të gjithë mësuesët e fiskulturës në mënyrë që të rritet ndërgjegjësimi, të edukohen, të informohen në mënyrë që në shtator të zbatohet në shkolla.
Kjo është arsyeja pse po e bëjmë këtë trajnim tani, pasi unë e kuptoj që shkolla mbaron këtë javë, apo jo? E mbaroni vitin akademik tani? Apo e keni mbaruar disa ditë më parë? Pra kjo është arsyeja pse po e bëjmë këtë trajnim për ngritje kapacitetesh pikërisht tani. Pra, korrik do keni pushime, në gusht, kur të ktheheni, përgatituni së bashku me mësuesit e edukimit fizik në mënyrë që të jenë të gjithë gati për të zbatuar në për shkolla. Ka pyetje shumë të mira. Ka pyetje të tjera ndërkohë? Quoi? Personnel. Ouais. Non, j'ai cherché, en fait, j'ai cherché ça, j'ai cherché les... Guys, please. Djema, lutemi. Please. There is something that Ka diçka që dua të ndaj, pak qetësi të lutem. There is something that I forgot to say is that Dua të them që lutemi pak qetësi. there are many sessions where we have as Ka well, disa apart seanca, from the video, shumë seanca ku apart from përpos the video, we also videove have ne some kemi graphs. gjithashtu disa grafik që i I believe they are përdorim, quite useful because they janë shumë të help you as dobishëm well to pasi ju ndihmojnë place the ju kids in the pitch. të vendosni në mënyrën e Many of the duhur. sessions are Keni disa some, skema për vendosjen e graphs lojtarëve like this në one fushën for e you to futbollit. understand how to place the Grafikët kids on the pitch. ju lehtësojnë If you follow përcaktimin e all the pozicioneve në fushën e lojës. this app, Nëse i ndiqni të gjithë informacionet dhe objektivat në këtë aplikacion, ka without a football background, të bëj për të gjithë ju, për të bërë një seans futbolli, mund të keni përvojë futbolli historik ose jo. Ky aplikacion nuk i adresohet coaches with a UEFA license. Not at all. trajnerëve This me app is for licencë every UEFA. educator in the world. Ky aplikacion është për çdo mësues edukimi fizik në shkollë. E kemi lançuar këtë program në Indi. India was the first country who India launched ishte vendi i parë ku e lançuam dhe ata na thanë që të gjithë mësuesit e edukimit fizik atje nuk e kishin fare idenë për futbollin. Fare. Ato loznin kriket atje, e dini? Nuk e njihnin futbollin si lojë, por me aplikacionin nëse e përgatisni seancën, ju mund të mësoni për futbollin dhe fëmijët mund të kenë një kontakt shumë argëtues me sportin dhe ky është qëllimi i aplikacionit. Materiali është i gjerë, ka materiale shumë të mira që unë dhe Alberto i përdorim me kolegët të cilët janë 30 vjeç. Pra ka varietet informacionesh, ka seanca të ndryshme, pra është një mënyrë përshtatje. Është bazik, por mund të përshtatet sipas kontekstit tuaj. Pra mos u merakosni, e di që shumica për jush nuk është se keni ndonjë historik përvojë futbolli, mos u shqetësoni. Kjo është për çdo mësues të edukimit fizik për të pasur këtë instrument lehtësues për të mësuar futbollin së bashku me aftësitë jetike dhe me aftësitë që i shërbejnë për jetën dhe vlerat që e përfaqësojnë pikërisht aftësitë jetike dhe futbollin. Çfarë do bëjmë më pas? Do ndalojmë tani, kemi një pushim. Do të ham drekë së bashku të gjithë, sa po të mbarojmë drekën. Melvin, ke diçka për të thënë? Sa po të mbarojmë drekën? Gjysma prej jush do të vinë në fushën e futbollit në orën 2 së bashku me listën që keni nënshkruar, pra mund të ndajmë grupin sipas listës, dhe gjysma tjetër do të jetë nesër pra këto janë hapat që do ndjekim. Tani do të kalojmë në fush, të ilustrojmë seancat në fush për të kuptuar se si do të jenë të prekshme në praktik. Folëm për teori, tani do ta ilustrojmë me praktik në fushën e futbollit. Jemi okay me logjikën? Në rregull atëherë. Një sekond.
Një sekond, do ta ndajmë grupin tani që ta dim kush do qëndroj edhe të bëj pikërisht praktikën në fushën e lojës, pra do ndajmë listën tani në prezencën tuaj. Qëndroni të ulur, lutem.